Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të nisur ditën e sotme për të komentuar mbi maratonën e gjatë. Sot do të jetë një ditë e mbushur me lajme, sepse Luiz Eli e ka ditën e fundit brenda kësaj shtëpie. Do të thënë Luizi ka hyrë për një kohë të caktuar me mision, një mision që në fakt deri diku u zbulua vetëm nga Krishti, i cili e ka studiuar, logjikuar dhe ka menduar mirë se për çfarë arsye një personazh me të mira që ka Luizi, me kushte që ka Luizi, me ndjesinë që Luizi ka krijuar, qoftë familjare, qoftë profesionale, duhet të rifutet përsëri në Big Brother. Do të thënë ka krijuar një logjik të cilën në fakt e ka kuptuar. Prajmi i sonetëm është një prajmi shumë pritur. Do t'jenë opinionet e opinionistëve, të cilët do të flasin rreth ngjarjeve, rreth situatave të krijuar brenda kësaj shtëpie që me hyrjen e Luizit. Fillimisht një herë banorët do të nisin të komentojnë marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, një marrëdhënie që çuditërisht krahasuar nga javët e tjera, nga ditët e tjera, ka patur një shkëputje të shpejtë dhe të papritur. Do të thënë të gjithë e bëjnë pyetjen se çfarë ndikoi në këtë marrëdhënie. Ndoshta mund të ketë ndikuar edhe nominimi fiktiv që ndodhi mes Mirit dhe Brikenës si një grup, por djali në këtë rast, do të thënë Mateo, është ai i cili e përjetoi keq, është ai i cili u largua më së shumti dhe i mban mëri Artanit brenda në lojë. Sonte banorët do të kenë mundësinë që ta kuptojnë që do të thënë nuk ka qenë një nominim i vërtet, por vllau i madh për t'i bërë që të jetë edhe më e bindshme si gjë, natën e mbrëmshme, do të thënë hapi një dark të nominuarve që realisht banorët e përjetuan edhe sikur të ishte e vërtet. Do të thënë deri në atë moment kanë qenë pak si në ajër. Për shembull Miri tha që jam shumë në siklet, nga që e kanë frikën e Luizit dhe e dinë që mund të largohen nga shtëpia me një banor siç është Luizi. Tani ose do t'ju tregon vllau i madh që Luizi ka qenë banor fiktiv, do me thënë, ose do t'i lërë në ato mendime që ato e kanë nxjerrë Luizin nga shtëpia e Big Brother. Do me thënë, marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos do t'jetë sonte në qendër të vëmendjes, duke u folur për atë çift i cili në fakt i dha publikut shumë ndjesi që do t'jetë një çift i vërtet dhe do t'jetë një çift real, por siç duket, gjërat që po ndodhin rreth tyre nuk janë gjëra që sigurojnë publikun që ky çifti do të vazhdon më tej apo nuk do të vazhdon më tej. Nga Brikena dhe Mateo do të flitet për treshen, konkretisht Miri, Gimbo, Selin, por më së shumti për Gimbon dhe për Selinën. Tani, gjatë një bisede që ditën e djeshme ka bërë Luizi, sepse Luizi ka tentuar jashtëzakonisht shumë që do të thënë të afroj çiftet, të merret me çiftet, të ndikojë në marrëdhënien e tyre, të ndikojë në bindjet e tyre, të ndikojë në ndjesitë, në emocionet e tyre, që ato t'i thonë po, një mundësie që do t'i jepej në Big Brother, sepse ju tregoj që janë edhe eksperienca të pakthyeshme, janë eksperienca të bukura, të paimagjinueshme që vetëm çiftet mund t'i ndjejnë dhe mund t'i përjetojnë. Unë mendoj që Luizi me hyrjen e tij u ka dhënë shumë mesazhe, por një mesazh që në fakt ja dha Gimbos dhe ja drejtoi Gimbos, ishte mesazhi që Gimbo më duket në këtë mes i penalizuar. Që do me thënë, Selina me lojën e saj, gjë të cilën unë e kam thënë se edhe mua më është dukur ashtu, Selina prekën duart e Gimbos, ledhaton duart, mbrëm mu duk pak më strikte në marrëdhënien me Mirin, sepse Miri e pyeste 3 herë për jashta se çfarë ke ti me Gimbon, do me thënë, i kërkonte shpjegim Miri, i cili thotë që unë nuk kam ndjesi për Selinën, dhe Selini ja preu ashpër duke i thënë që nuk je ti personazhi që unë duhet të t'jap një përgjigje. Mendoj që sonte Selina do të ndanë mishin nga dhjami, në kuptimin që
ajo do të ulet, do të mendon dhe do të jep një përgjigje se çfarë ajo ka për gimbon. Unë e shoh që Selin për gimbon ka një lloj përqyeshmërie, sepse mënyra se si preken, si shikohen, si qëndrojnë bashkë, më thënë ka lindur një lloj simpatie mes gimbos edhe mes Selinës, edhe pse në fakt Greta e ka bërë të gjën, nga që e ka jetuar më së shumti, dhe ndoshta sonte Miri do të ballafaqohet me të vërtetën, por sa është Miri gati tani në këtë pikë të lojës të futet në lojë. Nga Gimbo dhe nga Selina do të kalojmë tek surpriza e bukur, e cila sonte do t'jetë për Luizelin. Luizeli do të ketë fatin sonte në shtëpi që të merr një surprizë e cila vjen nga dikush shumë i dashur dhe i veçantë në jetën e tij. Tani, duke menduar gjërat dhe duke komentuar gjërat, kush mund të ishte gjëja më e bukur që në fakt do t'ja ndryshonte momenti Luizit? Kush do t'ishte njeriu që do të futeshte në shtëpinë e Big Brotherit dhe do t'i jepte emocione Luizit? Unë e di dhe besoj që dhe ju e dini, e bukura që sonte do t'jetë brënda kësaj shtëpie pjesë e Big Brotherit dhe do t'jetë në fakt një kujtim shumë i bukur, sepse mami dhe babi kanë qenë para 2 vitesh, kanë video, kanë fotografi, kanë momente brënda asaj shtëpie, por ajo e cila në fakt nuk ka qenë dhe familja Elin nuk ka një fotografi të përbashkët, është Luna Mari. Jam shumë i bindur që sonte do të jepet loja ngriva dhe Luna do të futet brenda në shtëpi, ndoshta së bashku me Kiarën, me patjetër, sepse është e vogël, dhe do të surprizoj babain e saj Luizelin, pasi që Luizi në shumicën e rasteve ka përmendur Lunushin nga brenda, duke i kënduar, duke i drejtuar këngë, duke i drejtuar mesazhe, do të thënë ka dhënë një lloj emocioni të papar kundërdrejt vajzës së tij dhe ka treguar se sa e shenjtë dhe sa e veçantë në jetën e tij është Luna. Do të thënë sonte kemi një surprizë për Luizin. Unë e di që këto 2 ditë që Luizi hyri brenda në shtëpinë e Big Brotherit, e jetoi momentin, u knaq, u argëtua, ndryshovi lojën, solli risi në mendime, në ngjarje. Kjo gjë do të ndikon shumë edhe në përditshmërinë e Luizit, sepse mendoj që ishte një energji e re për të, ishte një ndjesi e bukur dhe të lindësh me fat siç ka lindur Luizi nuk është e lehtë. Do të thënë sonte kemi shumë ngjarje të bukura dhe qershia mbi tort është hyrja e Lunës, ndoshta edhe për ta marrë babin me vete ke shtëpia, sepse nuk mund të ri vetëm. Do të kemi shumë gjëra të bukura. Sonte në orën 21 do të kemi dhe ballafaqime të forta, do të kemi debate të forta, sepse Luizi nuk është ofenduar, është ofenduar shumë, por do të zbulohen edhe sekrete nga dhoma e rrëfimit se çfarë Luizi ka thënë për këta banor dhe cilat kanë qenë mendimet e tij.